Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër kanë kryer kontrolle në zona të ndryshme të qarkut Shkodër për parandalimin dhe goditjen e rasteve të gjuetisë së palishme. Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë kanë konstatuar 5 shtetas që kryenin gjueti të palishme. Gjatë kontrollit në automjetin me të cilin qarkullonin këta shtetas, u gjetën një armë zjarri pistolet, një armë zjarri pushk, një armë gjau teke, një armë gjau shotgun, municion luftarak, një dron dhe një shpendi vrar, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit EM, u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike, cannabis sativa, e cila u sekuestrua gjithashtu në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Shkodër arrestuan shtetasit EF, 30 vjeç, EM, 36 vjeç, KD, 36 vjeç, VN, 29 vjeç dhe SS, 23 vjeç. Të gjithë banues në Shkodër. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive, dëmtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës e egër, dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve.